Stili jetesës nuk është vetëm ushqimi që ne vendosim në gojë dhe e fusim brenda në organizëm. Është se si ne flem. Gjumi, procesi gjumit, që gjumin ne pothuajse kemi neglizhuar dhe e konsiderojmë tashmë si diçka të parëndësishme. Sot njerëzit nuk flen me gjumë. Faktori i parë që ndikon në këtë orë ose në këtë sistem apo në këtë busull biologjike apo në këtë sensor biologjik që drejton genet tona është gjumi. Faktori numër 2 janë toksinat mjedisore, të cilat dëmtojnë këtë cikël. Toksinat në mjedis konsiderohet me ajrin e rënd, gazrat të cilat janë në hapësirë, si pasojë e karburanteve, si pasojë e automjeteve të ndryshme, si pasojë dhe mjedisit ku ne jetojmë, pra ajri i ndotur. Faktori numër 3 është konsumimi i ushqimeve të thata, ushqimeve të mbyllura ose ushqimet e procesuara, që ushqimet e procesuara kanë sjell fundin e njerëzimit. Kanë sjell fundin e njerëzimit sepse hiperaktiviteti është rritur aq shumë, sëmundjet me spektër të autizmit janë rritur aq shumë, spektri i autizmit është rritur shumë, ku para 50-100 vitesh nuk ka qenë kaq shumë, ku do thonë jo, po përpara s'ka patur analiza që si do diagnostikojë një fëmijë, po dhe sot autizmi nuk diagnostikohet. Sot janë analiza që tregojnë se këta fëmijë janë të prekur dhe kanë nivele shumë të larta të aluminit. Çpun ka alumini tek ushqimet. Çpun ka mërkuri tek ushqimet, çpun ka E102 tek ushqimet, çpun ka një kimikat ose ngjyrues artificial tek një ushqim përkatës, tek patatina, tek chipsat, tek sallami, sepse këto ka nitrite. Nitritet konvertojnë nitrozamina ose në dimetilnitrozamina, që bëhen toksike. Pra nitratet ndodhen tek ushqimet e procesuara, por E102 përse duhet të ndodhet tek ushqimet? Dhe E102 është një substancë ose një ngjyrues artificial i cili shkakton hiperaktivitet tek fëmijët, dëme në sistemin cerebral, në korren cerebrale dhe ndjeshmëri përkundrejt alergenëve të ndryshëm. Dhe ne themi pastaj pse fëmia im nuk mëson ose pse bëhemi kaq agjitues, ofendues. Sot njerëzimit i ka ardhur fundi. Kush është tjetër? I përmendëm edhe pak më parë, ushqimi rafinuar, të përpunuar, ushqimet e procesuara, pijet me gaz. Sot fëmijët edhe njerëzit konsumojnë shumë pije me gaz. Jeta sedentare, qëndrimi para laptopit më shumë se 8-9 orë bën të mundur çrregullim të metilacionit, çrregullim të ritmit cirkadian. Jeta sedentare është e lidhur dhe me sepse njeriu i ka të gjitha gjërat gati. Ushqim në telefon, rrobat në telefon, një objekt tjetër në telefon, mëlçia zor, qarkullimi sistemik i gjakut, qarkullimi portali mëlçis, dëmtojnë. Nga ana tjetër, ekspozimi kudo, elektromagnetik dhe emetimi me valë shumë të lehta ose me emetim ionizues, do me thënë i rrezatimit ionizues, që këto mund të vinë edhe si pasojë e pajisjeve shumë të mëdha, të shpeshta, të shumta elektromagnetike. Pra, nuk është vetëm ai dielli që emeton ose përhap rrezatim. Janë edhe shumë pajisje ose shumë produkte, duke nisur në një përqindje shumë të vogël, është telefoni, janë disa objekte, tabletat, iPadet që nuk ndahen nga xhepa tan. Mund t'i konsiderojmë aparaturat ose ato aparatet e vogla të internetit, Wi-Fi, edhe ato janë të dëmshme për sistemin ton cerebral. Nëse ne flem ose ne i mbajmë afër kokës ton, edhe ato i bëjnë dëm trurit ton. Çdo pajisje elektromagnetike shumë e afërt dhe ekspozimi për një kohë të gjatë dredhat qelizën dhe shkakton dëm. Por çfarë është në metilacioni edhe një herë tjetër? Këtu përmendëm faktorët të pagjumësinë, ushqimet e thata, të rafinuara, plot me yndyrn, ngjyruesit artificial, elementet radioaktive të pajisjeve të shumta, pagjumësia, nervoziteti, ankthi, stresi, që janë elemente që dëmtojnë metilacionin, që është ore e brendshme ose një sistem, një katalog, një busull mund ta konsiderojmë, apo mund t'i vendosim dhe një emër tjetër, një diçka shumë e veçantë e cila kontrollon organizmin ton, se si këto gene do të shprehen. Edhe njërë tjetër është një komandë elektrike, një komandë biologjike universale që kontrollon ndez apo fik genet tona. Nuk është vetëm genetika ajo që ju duhet dini, është edhe epigenetika apo cikli metilacionit që është një cikl që bëhet ose kryet çdo sekond në çdo qelizë të trupit ton. Edhe njërë tjetër metilacioni.
Organet më të rëndësishme që ndikojnë tek metilacioni janë zorët dhe mëlçia. Grupi metilit është një molekule e cila ka një simbol kimik i cili quhet CH3. Dhe ky CH3 përbëhet nga një atom karboni dhe nga 3 atome hidrogjeni. CH3 është grupi metilit. Ja ku kemi ve këtu CH3. CH3 është grupi metilit dhe për të ndihmuar në prodhimin e kësaj molekule, ne duhet i kemi zorët dhe mëlçin të pastra. Metilacioni është i rëndësishëm sepse ose ndez disa gene ose i fik disa gene, si një orë biologjike. Dhe aktivizimi ose se si shprehen këto gene në trupin ton varet nga mënyra se si ne jetojmë. Nga plastika se sa marrim, nga kimikatet, nga pesticidet, nga ngjyruesit që ndodhen tek ushqimet. Do më thënë varet edhe se si ne flem ose nga jeta që ne bëjmë. Ky metilacioni zakonisht kontrollon dhe sintezën e hormoneve në trupin ton. E zëm dopamina. Dopamina kush është? Dopamina është motivi që unë vi këtu dhe jap këshilla dhe bëj një emision edukues në lidhje me shëndetin. Unë që vi këtu kam një motiv dopamine. Sot fëmijët nuk kanë më dopamin, sepse atë dopamin që e kanë të ullur në organizëm. Nga që telefoni, tableti, çdo gjë e dhënë dhe çdo gjë gati, ka bërë që në trurin e këta fëmijëve të ketë një ullje drastike të dopaminës, por dhe të receptorëve dopaminës. Dhe këta fëmijë nuk kanë më kënaqësi për jetën. Dhe sistemi dopaminergjik ose qarku kortikostriopalidotalamik është një qark që funksionon dopamina. Dhe dopamina është neurotransmetuesi kryesor ose ajo lënda kimike të trurit që neve na mban të motivuar ose na mban me një kënaqësi, me depozitat e dhura të kënaqësisë ose me depozitat e dhura të motivimit, të vetbesimit në jetë. Dopaminën e kemi reduktuar me këto kimikatët ose me vrasësit e heshtur që dëmtojnë metilacionin. Si formohet metilacioni? Metilacioni ishte një molekul që formohet nga një atom karboni dhe 3 atome hidrogjeni dhe kjo molekul ndikon në zorë, në veshka, në mëlçin, në zemër, në tru, në imunitet, kudo. Dhe kur ulet metilacioni, dëmtohet zemra, mblidhen beturina, mblidhen toksina, ulet dopamina, rritet hiperaktiviteti, shkaktohet edhe çrregullim në karakterin ose në sjelljen e fëmijës. Çrregullim në sjelljen e fëmijës lidhet me agjitim, ofendim, lëvizjet pa kontrolluara, lëvizje të cilat janë të përsëritura, por që mund të ketë dëme, lëvizjet e përsëritura ose lëvizjet të agjituara që mund të bëjë fëmia, mund të jetë ofendues, mund të marrë një objekte dhe mund ta hedhë. Dhe këto lidhen me atë konsumimin e lartë të këtyre ngjyruesve ose të kimikateve që ndodhen tek ushqimet. Kjo e zëm drejton ky proces drejton ADN-n ton. Drejton se si këto kode si përbëhet ADN-ja? ADN-ja është acidi dezoksiribonukleik. Dhe ADN-ja ndodhet në nukleus ose në bërtham. Që ky kod që ndodhet tek ADN-ja duhet të merret nga një molekul tjetër e cila quhet RNA-ja mesazhere ose RNA-ja lajmëtare. Kjo përmban kodet të cilat ndodhen tek bërthama ose që ndodhen tek ADN-ja. Merren vargjet e nukleotideve nga RNA-ja mesazhere dhe dërgohen tek ribozomet, të cilat janë makineri dhe që shërbejnë për renditjen e aminoacideve dhe që e konvertojnë më pas në varg të polipeptideve. Që kjo bëhet protein, e dërgojnë në aparatin e Golgjit, e dërgojnë në retikulumin endoplazmatik për glikolizim, e paketojnë me anë të disa vakuolave, e dërgojnë me anë të egzocitozës. Egzocitozë do thot hapje ose del një molekul. Do me thënë, këtë cikël ose kjo orë është aq shumë e rëndësishme se që ne kemi harruar dhe kudo ne kemi pllakosur jetën tonë me genetik. Kudo me genetik, pllakosje genetikës, diabeti genetik, tensioni genetik, tiroidja genetike, veshka genetike, duhet të parë nga një këndvështrim tjetër dhe këto të cilat unë po them nuk janë as konspiracion, as nga revista Living, as nga ndonjë revistë tjetër, por janë shkencë e bazuar në studime të vërteta. Metilacioni, edhe njëherë tjetër, është si një orë biologjike që ndikon genet tona. Metilacioni nga ana tjetër ndikon dhe mënyrën e të menduarit. Dhe organet të cilat më së shumti metilacioni ka lidhje janë zorët dhe mëlçia. Si fillim, si formohet metilacioni?
formohet nga një aminoacid I cili quhet metionin. Do vim pak tek imazhi ku është zora dhe mëlçia që janë ato etapat e ndërtimit të metilacionit. Metionina që ishte në fillim, kalojmë dhe tek një imazh tjetër, metionina është një aminoacid që ndodhet tek disa lëndë ushqimore, zakonisht tek veza, ndodhet tek produktet kryesisht azore, tek vezat e vajullirit, e mishi kuq. Dhe metionina zakonisht është aminoacidi thelbësor që formon adenozil metioninën. Adenozil, këtu jemi fiks. Metionina është aminoacidi thelbësor që bën të mundur formimin e CH3-shit, që është grupi I metilit, që përbëhet nga një atom karboni dhe 3 atome hidrogjeni. Metionina nëpërmjet adenozil metionin transferazës formon adenozil metioninën, që kjo adenozil metionina jep grupin, është donatore ose donuese, dhënëse e grupit të metilit që ja jep zorëve, trurit, endëve të gjakut, zemrës.